Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Elif Lam Ra. Këto janë vargjet e librit të Kur'anit të qartë. Do të vijë dita e Kiametit, kur mohuesit do të dëshirojnë që të ishin musliman. Lëri ata që të hanë e të kënaqen, dhe le t'i mashtroj shpresa. Ata të ta marrin vesh. Ne nuk kemi zhdukur asnjë vend pa i ardhur kohë e caktuar. Asnjë popull nuk mund as ta shpejtoj, as ta ngadalsoj afatin e shkatrimit të vet. Ata, idhujtarët thonë: o ti që të është shpallur këshilla, Kur'ani, ti e vërtet i marr, përse nuk na sjell engjujt nëse ajo që thua është e vërtet. Ne i dërgojmë engjujt vetëm me shpallje dhe dënim, e atëherë të dënuarve nuk u jepet afat për të pritur. Sigurisht ne kemi shpallur Kur'anin dhe sigurisht ne do ta ruajmë atë. Ne u kemi quar të dërguar edhe para teje sekteve të mëparshme, por ata talleshin me çdo të dërguar që u vinte. Ja, kështu ne e bëjmë mohimin të futet në zemrat e gjunaqarve. Ata nuk e besojnë atë, me gjithë shembujt e popujve të kaluar. Edhe sikur ne të hapnim një derë të qiellit dhe të ngjiteshin nëpër të. Ata me siguri që do të thoshin: sytë tanë kanë qenë të shushatur, madje na kanë magjepsur. Ne kemi krijuar yjesi në qiell dhe kemi zbukuruar atë për shikuesin. Ne e ruajmë atë, qiellin, nga çdo djalë i mallkuar, përveç ndonjëri që dëgjon vjedhurazi, e të cilin e arrin një yll i kputur me flakë të dukshme. Dhe tokën e kemi shtrirë, e nëpër të kemi shpërndar male të patundura. Ne kemi bërë që në tokë të rritet çdo gjë në përpjestim, e aty kemi bërë mjetet e jetesës për ju, dhe për ata që nuk i mbani ju. Nuk ka asnjë send që të mos gjenden tek ne dhe saret e tij, por prej tij ne japim me mas të caktuar. Ne i dërgojmë erërat për plenim dhe zbresim nga qielli ujë prej të cilit ju japim të pini, e të cilin nuk mund ta depozitoni dot. Në të vërtetë, vetëm ne i japim jetën dhe sjellim vdekjen, dhe vetëm ne jemi trashëgimtarët e gjithçkaje. Vetëm ne i dim ata që kanë qenë para jush, dhe vetëm ne i dim ata që do të vinë pas jush. Sigurisht që Zoti yt do t'i tuboj ata të gjithë. Ai është vërtet i urtë dhe i gjithdijshëm. Ne e kemi krijuar njeriun për një balte të thatë, të marrë nga balta e zezë pa formë, kurse para tij kemi krijuar gjindet nga zjarri pa tym. Kur Zoti yt u tha engjujve: unë do të krijoj një njeri prej baltës së thatë, të marrë nga balta e zezë pa formë. Kur t'i jap formën dhe t'i fryej prej shpirtit tim, ju t'i për uleni ati në seçde. Të gjithë engjujt së bashku ju për ulen ati në seçde, përveç Iblisit. Ai nuk pranoi t'u bashkohej atyre që bën seçde. Allahu i tha: o Iblis, ç'pate ti që s'u bashkove me ata që u për ulen? Iblisi tha: unë nuk i për ulem një vdektari që ti e ke krijuar nga balta e thatë, e marr prej baltës së zezë pa formë. Allahu tha: atëherë dil prej xhenetit, ti e vërtet i mallkuar. Le të jetë mallkimi mbi ty deri në ditën e Kiametit. Iblisi tha: Zoti im, më jep afat deri në ditën kur ata do të ringjallen. Zoti tha: sigurisht që do të jepet afat deri në një ditë të caktuar. Iblisi tha: Zoti im, për shkak se më çove në humbje, unë do t'u zbukuroj atyre njerëzve rrugën e gabuar në tokë, dhe të gjithë do t'i shpije në mashtrim, përveç robërve të tu të sinqertë. Allahu tha: kjo është rruga ime e drejtë. Në të vërtetë, ti nuk do të kesh pushtet mbi robërit e mi, përveç se mbi të humburit, që të pasojnë ty. Padyshim, xhehenemi është vendi premtuar për të gjithë ata. Ai ka 7 dyer, e për çdo derë do të ketë një pjesë të caktuar. Vërtet punë mirë do të jenë në kopshtet e xhenetit, pranë burimeve. Atyre do t'u thuhet:
hyni atje me paqe dhe siguri. Ne do ta heqim urrëtitjen nga zemrat e tyre. Ata do të rinë ulur si vëllezër përballë njëri tjetrit në divane. Aty nuk do t'i mundoj lodhja, e prej aty, kur nuk do të dëbohen. Lajmëroj robrit e mi, o Muhammed, se vërtet unë jam falës i madh, mëshirëploti, dhe se dënimi im është vërtet dënimi i dhëmshëm. Tregoju atyre edhe për mysafirët e Ibrahimit. Ata shkuan tek ai dhe i thanë, paqe, por ai tha, në të vërtet, ne kemi frikë nga ju. Ata thanë, mos u frikso, se ne po të sillim një lajm të mirë. Ti do të kesh një djalë të dijshëm. Ibrahimi tha, po ma sillni këtë lajm të mirë, edhe pse më ka goditur pleqëria. Mbi ç'baz po ma sillni këtë lajm? Ata u përgjigjen, ne ta japim lajmin e mirë me vërtetësi, prandaj mos u bëj shpresë humbur. Ibrahimi tha, e kush mund ta humb shpresën nga mëshira e Zotit të vet, përveç atyre që janë të humbur. Ai pyeti, cili është qëllimi juaj o të dërguar? Ata thanë, ne jemi dërguar të një popull keqbërës, për ta shkatruar të gjithin. Përveç familjes së Lutit, ne do t'i shpëtojmë të gjithë ata, përveç gruas së tij. Për atë ne kemi caktuar si dënim që të mbetet pas me të tjerët. Dhe kur të dërguarit erdhën te Luti, ai u tha, unë nuk u njoh ju. Ata thanë, jo, ne të kemi sjell atë në të cilën ata dyshojnë. Të kemi sjell të vërtetën. Prandaj të jesh i sigurt se ajo që të themi do të bëhet. Nisu me familjen tënde në një kohë të natës. Shko pas tyre, e askush prej jush të mos shikoj prapa, por vazhdoni në drejtimin e urdhëruar. Dhe ne ja shpallëm atij atë që do të ngjajë, që i gjithë populli i tij deri në të mbramin do të zhdukej në agim. Banorët e qytetit erdhën tek ai gjithë gëzim. Luti u tha, këta janë mysafirët e mi, andaj mos më turproni. Kini frikë Allahun e mos më poshtroni. Ata thanë, a nuk ta kemi ndaluar ne që të presësh mysafir? Ai tha, ja vajzat e mia, nëse doni të bëni çka synoni, martohuni me to. Betohem për jetën tënde, o Muhammed, se ata ishin vërtet të përhumbur në dehjen e tyre. Ata i kaploi zëri të mershëm kur lindi dielli, dhe ne e kthyem qytetin përmbys, duke lëshuar mbi ata shi gurësh prej dheut të pjekur. Këto janë një mend shenja bindëse për ata që i kuptojnë ato. Qyteti i rënuar është në rrugë ku gjendet edhe tani. Kjo është vërtet treguese për besimtarët. Por edhe banorët e Ikes ishin keqbërës, andaj ndëshkuam, dhe që të dy janë në rrugë të dukshme. Edhe banorët e Hijrës, fisi Themud, i quajtën të dërguarit për gënjeshtar. Ne u patëm dhënë shenjat tona, por ata shmangeshin prej tyre. Ata gdhendnin shtëpi në shkëmbinj, duke besuar se nuk do t'i gjente asgjë. Por edhe ata në agim i goditi zëri i tmerrshëm, dhe nuk patën as pak dobi nga ajo që patën ndërtuar. Ne i kemi krijuar qiejt, tokën dhe gjithçka që gjendet midis tyre, vetëm me urtësi. Ora e kiametit do të vijë me siguri. Andaj ti, o Muhammed, sillu me zemërgjërsi. Vërtet Zoti yt është krijuesi madhështor, i gjithdijshmi. Ne të kemi shpallur 7 vargje që përsëriten dhe Kur'anin e madhërishëm. Mos i drejto sytet tu nga kënaqësi që ne ua kemi dhënë disave prej tyre, dhe mos u hidhro për ata. Me besimtarët sillu but. Thuaj, në të vërtet, unë jam vetëm paralajmërues i qartë, siç është e vërtet se u dërguam dënim atyre që e ndanë. Dhe e bën Kur'anin në pjesë, duke i besuar ca pjesë dhe duke i mohuar të tjerat. Ashtu është e vërtet për Zotin tënd, se ne do t'i pyesim ata të gjithë, për gjithçka që kanë bërë. Ti prediko haptazi atë që të është urdhëruar dhe largohu nga idhujtarët. Ne të mjaftojmë ty kundër atyre që të tallin, e të cilët
përveç Allahut, adhurojnë edhe Zot tjetër. Do ta marrin vesh mirë ata. Ne e dim mirë që ty të ngushtohet zemra nga fjalët e tyre. Andaj lartësoje Zotin tënd me lavde e falënderime dhe bohu prej atyre që i përulen atij duke u falur. Dhe adhuroje Zotin tënd derisa të vijë vdekja. Urdhri i Allahut do të arrijë patjetër. Andaj mos e shpejtoni atë. I lavdëruar qoftë ai dhe i lartësuar mbi gjithçka që ja shoqërojnë në adhurim. Me vullnetin e tij ai dërgon engjujt me shpallje kujt të doj prej robërve të tij, duke u thënë: paralajmëroni se s'ka Zot tjetër të denjë për adhurim përveç meje. Prandaj më keni frikë mua. Ai ka krijuar qiellin dhe tokën me urtësi. I lartësuar qoftë ai mbi gjithçka që ja shoqërojnë në adhurim. Ai ka krijuar njeriun për një pikë fare. Po ja që ky bëhet kundërshtar i hapët. Kafshët ai ka krijuar për ju. Nëpërmjet tyre ju siguroni rroba të ngrohta dhe dobi të tjera. Prej tyre ju ushqeheni dhe shikoni pamje të bukura kur i ktheni nga kullota dhe kur i nxirrni në kullot. Ato mbajnë barët tuaja deri në vende të largëta, tek të cilat ju do të arrinit me mundim të madh. Me të vërtetë Zoti juaj është i butë dhe mëshirëplot. Ai ka krijuar edhe kuajt, mushkat dhe gomerët, që ju t'i shaloni dhe t'i mbani për bukuri. Ai krijon edhe gjëra që ju nuk i dini. Allahu t'i takon që t'ju tregoj rrugën e drejtë, kur ka prej tyre dhe të shtrembra. Sikur të donte Allahu, do t'i udhëzonte të gjithë. Është ai që zbret nga qielli shi, i cili ju siguron ujë për të pirë dhe bën që të rritën bimët, që shërbejnë si ushqim për kafshët. Nëpërmjet tij, ujit, rriten të lashtat, ullinjt, palmat, rushi dhe fruta të lloj-llojshme. Këtu ka vërtet tregues të fuqisë hyjnore për njerëzit që kuptojnë. Ai ka bërë që ju të shfrytëzoni natën dhe ditën, diellin dhe hënën. Edhe yjet janë vënë në shërbimin tuaj me urdhrin e tij. Një mend në këto ka shenja për njerëzit që mendojnë. Ai ka krijuar në tokë për ju çdo gjë me ngjyra dhe cilësi të ndryshme. Natyrisht që në këto ka shenja për njerëzit që u avën veshin. Është ai që ju ka vënë në shërbim detin, që ju të hani prej tij mish të freskët dhe të nxirrni nga ai stolit që mbani. Ti sheh se si anijet e çajnë atë, që ju të kërkoni mirësitë e Allahut dhe të jeni mirënjohës. Ai ka vendosur male të palëvizshme në tokë, që ajo të mos tundet bashkë me ju, dhe ka krijuar lumej e rrugë për të arritur aty ku sinoni. Ai ka vënë edhe shenja të tjera, si dhe yjet, nëpërmjet të cilave njerëzit orientohen. Atëherë, a është njësoj si ai që krijon, si ai që nuk krijon? A nuk po merrni vesh? Nëse do t'i numëronit mirësitë e Allahut, nuk do të mund t'i llogarisnit ato. Allahu është vërtet falës dhe mëshirëplot. Ai di gjithçka që ju fshihni dhe që shfaqni haptazi. Ndërsa idhujt, që ata i adhurojnë në vend të Allahut, nuk krijojnë asgjë. Ata vetë janë të krijuar. Ata janë të vdekur, pa kur fargjallërie, dhe as që e dinë se kur do të ringjallen. Zoti juaj është një Zot i vetëm. Ata që nuk besojnë në jetën tjetër, i kanë zemrat mohuese të së vërtetës dhe janë mendjemdhenj. S'ka dyshim se Allahu di gjithçka që ata fshehin dhe që shfaqin haptazi. Me të drejtë ai nuk i do mendjemdhenjt. Kur atyre u thuhet çfarë ka shpallur Zoti juaj, ata thonë, porrallat e popujve të lashtë. Le të thonë kështu, me qëllim që t'i mbajnë gjunahet e veta të plota në ditën e Kiametit, si dhe pjesën e gjunaheve të atyre që i quan në humbje nga padijenia. Sa e keqe është bara që do të bartin ata. Edhe popuj që ishin para tyre, paganëve të Mekës, kanë kurdisur dredhi.
por Allahu arrënoi godinën që nga themelet, kështu që kulmi i saj ra mbi ta, dhe dënimi u erdhi andej nga nuk e prisnin. Pastaj, në ditën e Kiametit, ai do t'i turpërojë do t'u thotë, ku janë ortakët e mi, për shkak të cilëve grindeshit me besimtarët. Ata të cilëve u është dhënë dituria, do të thonë, me të vërtetë, sot poshtrimi dhe dënimi do të bjerë mbi mosbesimtarët, të cilëve engjëjt u marrin shpirtin duke qenë të padrejtë ndaj vetvetes. Ata do të shfaqin për ulshmëri duke thënë, ne nuk kemi bërë asgjë të keqe. Dhe do t'u thuhet, nuk është kështu. Natyrisht që Allahu i di mirë vepra që keni punuar. Hyni në portat e xhenemit, ku do të mbeteni përgjithmonë. E sa vendbanimi shëmtuar është ai përmendje mëdhenjtë. Ndërsa atyre që e kanë frikë Allahun, do t'u thuhet, çfarë ju ka shpallur Zoti juaj? Ata do të thonë, mirësi. Ata që bëjnë vepra të mira në këtë botë, do të kenë mirësi. Në botën tjetër do të kenë edhe më të mira. Sa e mrekullueshme do të jetë shtëpia e atyre që i friksohen Allahut. Ata do të hyjnë në xhenetin e Adnit, kur jedhin lumenj dhe ku ka gjithçka që ata dëshirojnë. Kështu i shpërblen Allahu punëmirët, të cilëve engjëjt u marrin shpirtra duke qenë të pastër. U thonë atyre, shpëtimi qoftë mbi ju, hyni në xhenet, si shpërblim për vepra që keni kryer. A mos presin ata gjë tjetër veç ardhjes së engjëjve, apo të urdhrit të Zotit tënd. Kështu bën edhe ata që qenë para këtyre. Allahu nuk u bëri atyre pa drejtësi, por ata i bën të keqen vetes. E kështu mbi ta ra dënim për vepra që bën, dhe i kaploi ajo me të cilën talleshin. Ata që i shoqërojnë Allahut zota të tjerë, thonë, sikur të donte Allahu, as ne, as të parët tanë, nuk do të adhuronim gjë tjetër përveç tij, dhe nuk do të kishim ndaluar asgjë pa dëshirën e tij. Kështu kanë vepruar edhe popujt para këtyre. Për të dërguarit s'ka tjetër detyrë, veç të shpallin qartë. Çdo populli, ne i quam një të dërguar që u thoshte, adhuroni Allahun dhe shmangni idhujt. Disa prej tyre Allahu i shpuri në rrugë të drejtë, e disa e merituan të mbeten në humbje. Andaj u dhëtoni në përbot të shihni se si ishte fundi për gënjeshtruesve. Edhe nëse ti o Muhammed, lakmon që ata të jenë në rrugë të drejtë, dije se Allahu nuk e çon në rrugë të drejtë ata që do ta lërë në humbje, dhe për ata nuk ka kurfar ndihmësi. Idhujtarët betohen solemnisht për Allahun, sa i kur nuk do t'i ngjall të vdekurit. Nuk është kështu. Premtimi i tij është i vërtetë, por shumica e njerëzve nuk e dinë. Ai do t'i ringjallë, që t'u tregoj atë për të cilën nuk pajtohen, dhe që mohuesit ta kuptojnë se kanë qenë gënjeshtar. Nëse dëshirojmë të bëhet diçka, mjafton që të themi bëhu, dhe ajo bëhet. Ata që pasi vuajtën të shtypur, u shpërngulën për hir të Allahut. Ne do t'i vendosim në vendbanime të mira në këtë botë. Natyrisht, shpërblimi që i pret në botën tjetër, xheneti, është edhe më i madh. Asi kur ta dinin ata. Xheneti është për ata që kanë duruar dhe janë mbështetur në Zotin e tyre. Ne edhe para teje kemi dërguar vetëm njerëz, të cilëve u kemi dhënë shpallje. Andaj pyeteni dietarët e librit, nëse nuk e dini këtë. Të dërguarit i quam me prova të qarta dhe libra, ndërsa ty o Muhammed, të zbritën për kujtesën, Kur'anin, me qëllim që t'u shpjegosh njerëzve atë që u është shpallur, dhe që ata të mendojnë. A janë të sigurt ata që bëjnë plane djallëzore, se Allahu nuk do t'i fus në tokë, ose që dënimi nuk do t'u vijë ande nga nuk e presin. A janë të sigurt ata se Allahu nuk do t'i dënoj gjatë ecjakjeve të tyre, pa qenë në gjendje ta pengojnë atë, ose se nuk do t'i godas dënimi pak nga pak.
E megjithatë, Zoti juaj është i butë dhe mëshirëplot. A nuk e vërejnë ata se si të gjitha ato që i ka krijuar Allahu, hija e tyre anon djathtas e majtas, duke ju falur Allahut dhe duke ju përullur. Allahu t'i përullet në sejdë çdo gjallës, në qiell dhe në tokë, edhe engjëjt, të cilët nuk janë krye lart. Ata i friksohen e Zotit të tyre lart mbi ta dhe bëjnë atë që urdhërohet. Allahu ka thënë: mos adhuroni dy zotra, sepse ai është një Zot i vetëm. Prandaj friksohuni vetëm prej meje. Atij i përket çdo gjë që gjendet në qiell dhe në tokë. Atij i përket bindja e besimi për herë. A mos vallë do t'i friksoheni tjetër kujt përveç Allahut. Çdo mirësi që keni është nga Allahu. E nëse ju godet ndonjë fatkeqësi, prap nuk keni kujt i kërkoni ndihmë përveç tij. E prap se prap kur ai ju ashmang fatkeqësinë, disa nga ju i shoqërojnë Zotit të vet, zota të tjerë në adhurim, duke mohuar kështu mirësi që u dham ne. E po mirë, kënaquni edhe pak, sepse së shpejti do ta merrni vesh. Ata vënë monjan për idhujt e tyre, rreth të cilëve nuk dinë gjë. Një pjesë të mirësive që ju a japim ne. Betohen për Allahun se ju do të pyeteni me siguri për gjithçka që keni trilluar. Ata i veshin Allahut vajza, i lavdëruar dhe i lartësuar qoftë ai, ndërsa për vete kanë atë që dëshirojnë, djemt. Dhe kur ndonjëri prej tyre merr lajmin se i lindi një vajzë, fytyra i nxihet dhe i mbushet me mjerim. Ai fshihet nga njerëzit për shkak të lajmit të keq që mori, dhe s'di ta mbaj këtë fëmijë, pavarësisht poshtrimit, apo ta varros në dhe. Asa mbrapsht që gjykojnë ata. Atyre që nuk besojnë në jetën tjetër, u takon shembull i keq, cilësitë e shëmtuara. Kurse Allahut i përket shembulli më i lartë, cilësitë më të larta. Ai është i plot fuqishmi, i urti. Sikur Allahu t'i dënonte njerëzit për shkak të mbrapshtive të tyre, nuk do të linte asgjë të gjallë në tokë, por ai lë ata deri në një afat të caktuar, dhe kur atyre u vjen afati, ata nuk mund ta shtyjen atë e as ta shpejtojnë, qoftë edhe për një çast. Ata i veshin Allahut atë që për vete nuk e dëshirojnë, kurse gjuhët e tyre flasin gënjeshtra, kur thonë se ata do të kenë shpërblimin më të mirë. Nuk ka dyshim se ata i pret zjarri, ku do të jenë të parët që do të prinë. Betohen për Allahun se edhe para teje ne u kemi quar të dërguar popujve të tjerë. Por djalli u zbukuroi sjelljet e tyre, dhe tani ai është zotria i tyre. Andaj ata i pret dënimi i dhëmshëm. Ne ta kemi zbritur ty librin vetëm që t'u sqarosh atyre çështjet për të cilat ata nuk pajtoheshin, si dhe që të jetë udhërafyes e mëshirë për njerëzit që besojnë. Allahu zbret nga qielli ujë me të cilin ngjall tokën, pasi është të tharë. Kjo në të vërtetë është shenjë qartë për njerëzit që duan të dëgjojnë. Në fakt, edhe te bagetit ju keni shenja për të mësuar prej tyre. Ne ju japim atë që kanë në barkun e tyre, prej ushqimit të përpunuar dhe gjakut. Qumsh të pastër dhe të shishëm për ata që e pinë. Ndërsa nga frutat e palmave dhe të hardhis, ju përgatitni pije dhe ushqim të shishëm. Natyrisht, edhe kjo është shenjë vërtet për ata që mendojnë. Zoti yt e frymëzoi bletën duke thënë: ndërto shtëpi në male dhe në drurë, dhe në atë kosheret që kanë ndërtuar njerëzit. Ushqehu me gjithë farlloj frutash, dhe ecë rrugës së Zotit tënd për ulshëm. Nga barku i tyre del lëng ngjyrash të ndryshme, në të cilin ka ilaçe shërim për njerëzit. Vërtet që kjo është shenjë për ata që përsijatin. Allahu ju krijon, pastaj ju merr shpirtin. Disa prej jush jetojnë aq gjatë sa arrin një moshë ku nuk kuptojnë më asgjë nga ajo që kanë ditur. Me të vërtetë Allahu është i gjithdijshëm dhe i plot fuqishëm. Disa prej jush Allahu i ka pajisur më mirë, por ata të cilëve u ka dhënë më shumë, nuk u japin furnizim atyre që i kanë nën vete,
edhe pse janë të barabartë në nevoja. Si po i mohoni dhuntitë e Allahut? Allahu i ka krijuar për ju gratë nga lloji juaj, e nga gratë tuaja ju jep djemt e nipat dhe ju furnizon me ushqime të mira. A mos valla ta besojnë në gënjeshtra dhe mohojnë dhuntitë e Allahut, duke adhuruar në vend të Allahut ata që nuk janë në gjendje t'u japin çfarëdo ushqimi, si nga qielli, ashtu edhe nga toka, dhe të cilët nuk kanë fuqi të bëjnë gjë. Andaj, mos krahasoni asnjë me Allahun. Në të vërtetë, Allahu di, ndërsa ju nuk dini. Allahu e krahason shembullin e sklavit, që s'ka mundësi për asgjë dhe që është pronë të Zotit. Me atë që ne i kemi dhënë plot begati, prej të cilave jep fshetazi dhe haptazi, a janë një lloj? Lavdi i qoftë Allahut, shumica e tyre nuk dinë. Gjithashtu, Allahu krahason shembullin e dy njerëzve, njëri prej të cilëve është shurdh me mec, nuk mund të bëj asgjë dhe është bare pronarit të vet. Kurdo e kudo që ta dërgoj, nuk i sjell asnjë të mirë. A është i barabartë ky me atë që urdhëron për drejtësi dhe ndjek rrugën e drejtë? Allahu t'i përkasin fshehtësitë e qiejve dhe të tokës, ndërsa çështja e ditës së Kiametit është sa çelë mbyll syt, ose edhe më shpejt. Vërtet Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Allahu ju ka nxjerrë nga barku i nënave tuaja e ju nuk dinit asgjë. Dhe ju dha të dëgjuarit, të parët dhe zemrat, që të jeni falendërues. A nuk shohin ata se si shpendët fluturojnë pa mundim në hapësira qiellore? Ato i mban vetëm Allahu. Kjo në të vërtetë është shenjë për popullin që beson. Allahu ju ka dhënë shtëpi për të banuar dhe lëkur kafshësh që t'i përdorni si tenda, në mënyrë që t'i mbartni lehtë kur të udhëtoni dhe të zini vend. Ai ju ka dhënë edhe leshin, gëzofin, e fijet, që t'i përdorni për veshje dhe për shtroje, deri në një kohë. Nga ajo që ka krijuar, ai ka bërë për ju hije, ka bërë për ju streha në përmale, ka bërë për ju rroba që t'ju mbrojnë nga nxehtësia, ka bërë për ju veshje prej metali për t'ju mbrojtur në luftë. Kështu ai përsos begatitë e veta mbi ju, me qëllim që ju t'i bindeni vullnetit të tij. E nëse njerëzit shmangen, ti o Muhammed, je i detyruar vetëm që të shpallësh qartazi. Ata e dinë dhuntinë e Allahut, por pastaj e mohojnë, se shumica e tyre janë jo besimtarë. Ndërsa ditën kur do të sjellim dëshmitar nga çdo popull, jo besimtarëve nuk do t'u jepet leje të shfaqsohen, e as që të kërkojnë falje. Kur keqbërësit të shohin dënimin, ai nuk do t'u lehtësohet, e as nuk do t'u shtyhet. Kur idhujtarët të shohin idhujt që i kanë adhuruar krahas Allahut, do të thonë: O Zoti ynë, këta janë idhujt tanë, që ne u jemi lutur në vendin tënd. Ata, idhujt e tyre, do të drejtojnë këto fjalë: ju me të vërtetë jeni gënjeshtar. Atë ditë, ata do t'i përulen Allahut dhe do të braktisen nga zotat që i kishin sajuar vetë. Atyre që mohojnë dhe i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut, ne do t'u shtojmë dënim mbi dënim, sepse kanë bërë ngatresa. Ditën kur do të sjellim kundër çdo populli dëshmitar nga gjiri i tyre, ne do të sjellim ty, Muhammed, dëshmitar kundër këtyre. Ne ta zbritëm ty librin si shpjegim për çdo çështje, si udhërëfyes, si mëshirë dhe si lajm të mirë për muslimanët. Në të vërtetë Allahu urdhëron drejtësinë, mirësinë dhe ndihmë për të afërmit, si dhe ndalon imoralitetin, veprat të shëmtuara dhe dhunën. Ai ju këshillon në mënyrë që ju t'ia vini veshin. Zbatoni beslidhjen e Allahut kur ta merrni mbi vete dhe mos e thyeni betimin pasi ta keni bërë atë, sepse Allahun e keni bërë dorëzënësin tuaj. Vërtet Allahu e di se çfarë bëni ju.
Mos u bëni si ajo gruaja që e shprish dhe e bën fije atë që e ka tjerë fort, duke i përdorur betimet tuaja si mjet mashtrimi të njëri tjetrit, nga frika se mos një grup do të jetë më i madh se tjetri. Allahu me këtë vetëm se u vë në provë, e me siguri, ai do t'ua tregojë në ditën e Kiametit çështjet për të cilat ju nuk pajtoheshit. Sikur të kishte dashur Allahu, do t'ju kishte bërë një popull të vetëm, por ai shpije në humbje këtë dojë dhe udhëzon në rrugë të drejtë këtë dojë. E ju gjithsesi do të përgjigjeni për atë që keni bërë. Mos i përdorni betimet tuaja për të mashtruar njëri tjetrin, që të mos rëshqisni jashtë rrugës së drejtë, pasi qetë mirë orientuar në të, që e keqja të mos ju prek me që penguat nga rruga e Allahut, dhe që të mos jetë fati juaj një ndëshkim i madh. Mos e këmbeni beslidhjen e Allahut me ndonjë vlerë të paktë. Ajo që është tek Allahu është më e mirë për ju, nëse e dini. Gjithçka që keni ju është kalimtare, ndërsa ajo që ndodhet tek Allahu është e përhershme. Vërtet ne do t'i shpërblejmë ata që kanë duruar sipas veprave më të mira që kanë bërë. Cili do mashkull apo femër që kryen vepra të mira duke qenë besimtar, ne do ta bëjmë që të kalojë jetë të bukur dhe do ta shpërblejmë sipas veprave më të mira që ka bërë. Kur dëshiron të lexosh Kur'anin, kërko mbrojtjen e Allahut kundër djallit të mallkuar, sepse në të vërtetë djalli nuk ka kurrë pushteti mbi ata që besojnë dhe mbështeten tek Zoti i tyre. Pushteti i djallit është vetëm mbi ata që i binden atij dhe adhurojnë zotat të tjerë veç Allahut. Kur ne zëvendësojmë një varg me një varg tjetër, e Allahu e di më së miri se çfarë shpall. Ata thonë, ti je vetëm trillues. Nuk është ashtu, por shumica e tyre nuk e dinë. Thuaje, atë, Kur'anin, e ka zbritur shpirti i shenjtërisë nga Zoti yt me të vërtetën, për t'i forcuar ata që besojnë, dhe për të qenë udhërëfyes dhe lajm i mirë për ata që i dorëzohen Allahut. Ne e di mirë që ata thonë, atë e mëson një njeri, por ai për të cilin flasin, flet në gjuhën e të huajve. Kurse ky, Kur'ani, është në gjuhën e qartë arabe. Pa dyshim ata që nuk u besojnë shpalljeve të Allahut, Allahu nuk ju udhëzon dhe për ata ka dënim të dhëmshëm. Vërtet, gënjeshtrat trillojnë vetëm ata që nuk u besojnë shpalljeve të Allahut. Pikërisht, ata janë gënjeshtarët e vërtet. Kushdo që mohon Allahun pas pranimit të besimit, do të dënohet ashpër, përveç atij që është i detyruar me forcë, ndërkohë që zemra e tij është plot besim. Ndërsa ata që ja hapin zemrën mos besimit, do të kenë mbi vete zemrimin e Allahut dhe një dënim të madh. Kjo sepse ata e duan më shumë jetën e kësaj bote, se sa jetën e botës tjetër. Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë mohuesit. Këta janë ata të cilëve Allahu a ka vullosur zemrat, të dëgjuarit dhe të parët. Pikërisht, këta janë të shkujdesurit. S'ka dyshim se në botën tjetër, ata do të jenë nga të humburit. Sigurisht, Zoti yt është falës dhe mëshirëplot ndaj atyre që mërguan, pasi kishin përndjekur, e mandej luftuan dhe duruan në rrugën e Allahut. Ditën kur çdo njeri do të vijë duke mbrojtur veten, dhe kur çdo shpirt do të shpërblehet plotësisht për atë që ka bërë, atyre nuk do t'u bëhet pa drejtësi. Allahu e ka bërë shembull qytetin e Mekës, i cili ishte i sigurt dhe i qetë. Ati i arrinin ushqime të bollshme nga të gjitha anët, por pastaj banorët e tij i mohuan dhuntitë e Allahut, dhe ai bëri të shijojnë urinë dhe frikën, si ndëshkim për atë që bën. Vërtet, atyre u erdhi një i dërguar nga radhët e tyre, por ata e quajtën gënjeshtar dhe i goditi dënimi nga që ishin të padrejtë. Ushqehuni me gjërat e lejuara dhe të mira që ua ka dhënë Allahu, dhe falenderoni për mirësitë e Allahut, nëse vërtet e adhuroni atë. Ai ju ka ndaluar vetëm të ngordhurën, gjakun, mishin e derrit, dhe atë që është të therrur në emër tjetër e jo në emër të Allahut.
Por ata që shtrëngohen nga uria e madhe, mund t'i hanë ato, sa ta shuajnë urinë, e jo ta kalojnë kufirin. Në të vërtet, Allahu është falës dhe mëshirëplot. Prandaj mos thoni me gjuhët tuaja të rreme, kjo është e lejueshme e kjo e ndaluar, që kështu të trilloni gënjeshtra për Allahun. Me siguri ata që trillojnë gënjeshtra ndaj Allahut, nuk do të shpëtojnë. Ata do të kenë kënaqësi të shkurtër në këtë jetë, por I pret një dënim I dhëmshëm në jetën tjetër. Ne u ndaluam hebrejve atë që të treguam ty më parë. Ne asnjëherë nuk u bëm atyre padrejtësi, por ata I bënin vetvetes padrejtësi. Padyshim, Zoti yt është falës dhe mëshirëplot ndaj atyre që kanë bërë keq nga padituria, por që pastaj janë penduar dhe përmirësuar. Me të vërtet, Ibrahimi ka qenë prijës shembullor me të gjitha virtytet e mira, I përullur para Allahut me besim monoteist, dhe nuk ka qenë nga idhujtarët, por ka qenë mirënjohës ndaj dhuntive të tij. Ai e zgjodhi atë dhe u udhëzoi në rrugë të drejtë. Ne I kemi dhënë atij të mira në këtë botë, ndërsa në botën tjetër, sigurisht ai do të jetë nga të mirët. Pastaj ty të shpallëm. Paso me sinqeritet fenë e Ibrahimit, që nuk ka qenë prej idhujtarëve. Në të vërtet, e shtuna u caktua për ata që patën kundërshtinë në lidhje me të. Sigurisht që Zoti yt do t'i gjykojë ata në ditën e Kiametit për çështjet që ata nuk pajtoheshin. Thirr në rrugën e Zotit tënd, me mençuri dhe këshill të bukur, dhe diskuto me ata në mënyrën më të mirë. Me të vërtet, Zoti yt I di më së miri ata që janë shmangur nga rruga e tij, e I di më së miri ata që janë në rrugë të drejtë. Nëse ndëshkoni aq sa jeni ndëshkuar. Por nëse duroni, kjo është më e mira për të durueshmit. Prandaj duro. Durimi yt është vetëm me ndihmën e Allahut. Dhe mos u piklo për ta, e mos u ngushto për shkak të dredhive të tyre. Vërtet Allahu është me ata që e kanë frikë dhe që janë punë mirë.